Plazhet dhe vendet turistike zakonisht të zhurmshme të Dubait po bëhen më të qeta, teksa temperaturat në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe po rriten ndjeshëm, duke shënuar fillimin e verës përvoluese të vendit dhe duke i detyruar shumë banorë të qëndrojnë brenda. Rojet bregdetare në brigjet e zbrasta ulen nën çadra duke vëzhguar ujërat thuajse të shkreta, ndërsa atraksione turistike të njohura, si kopshti i mrekullive të Dubait, po shohin një rënje të vizitorëve krahasuar me muajt e dimrit. Global Village, një nga destinacionet më të ngarkuara sezonale të qytetit, është mbyllur për sezonin e verës. 39 degrees. Without this, I am literally melting. Është 39 gradë, po shkrihem, nuk ja dal dot pa një ventilator në dorë, tha një shtetase britanike që po viziton Dubain. Në maj, Qendra Kombëtare e Meteorologjisë e Emirateve të Bashkuara Arabe lëshoi një alarm për motin, duke paralajmëruar për rritje të temperaturave dhe duke i nxitur banorët të marrin masa paraprake. Ndërsa Dubai mbetet një destinacion i kërkuar dimëror, shumë banorë planifikojnë pushime diku tjetër për t'i shpëtuar vapës. Do të jetë rreth 50 gradë Celsius. Nëse njerëzit kanë mundësi për t'i shpëtuar vapës së Dubait, duhet ta bëjnë, është shprehur një qytetare në Dubai. Shkencëtarët e klimës paralajmërojnë se një nxehtësi kaq e fortë po zgjat më shumë dhe po bëhet më shpesh në të gjithë rajonin për shkak të ngrohjes globale. Një studim i vitit 2023 nga Ministria e Ndryshimeve Klimatike dhe Mjedisit e Emirateve të Bashkuara Arabe voni në dukje se temperaturat mesatare të verës në vend janë rritur me mbi 1.5 gradë Celsius në 4 dekadat e fundit, duke ushtruar presion shtesë mbi infrastrukturën, shërbimet shëndetësore dhe jetën e përditshme.